Falenderojmë të madhen Allah, dërgojmë salavate për shëndeti bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, bi shokët dhe bi të gjithë ata që e pasojnë këtë rrugë, këtë besim, këtë bindje deri në ditën e gjykimit, deri në ditën të dalë për Allahut dhe të t'japën vëllëri për gjithë shka, për të ta marrë në shpërblimin apo ndëshkimin për çdo vepër tonë që e kemi bërë. Bazat e nderuar të pranishëm, duke qenë se kohët e fundit shumë po përfolet, po merret edhe çështja e fesë, sikur që i kemi bërë zhvillimet e fundit edhe në javët e mëhershme, po kohën e fundit po përfolet shumë çështja e fesë dhe besimit, keq përdorimi i fesë, keq përdorimi ose shfrytëzimi i motivit fetar, tendencat e ndryshme për futjen e përçarjes mes nesh, apo interpretimet e gabuara, ose shfrytëzimi i rasteve për me fut, domthonë paqartësi, armësi, thyrje, përçarje, gjitha këto që ne kemi pas plane dhe kemi plane inshallah do të flasim edhe vazhdimisht çdo herë për këto çështje që të mos keq kuptohen, të mos keq përdoren, të mos shfrytëzohen as më tepër me qëllime të caktuara ose motive të caktuara në fusha të ndryshme. Me pasat nuk do zgjatëm shumë për shkak se po zgjatet edhe hyrja, edhe sot do të mjaftohem më tepër me atë shpresë që edhe sot na ka dërguar dhe Kryesia e Bashkisë Islame me ju drejtu juve si xhamat edhe si popull lidhur me zhvillimet e fundit edhe si do të jetë qëndrimi ynë ndaj kësaj situate të re. Të dashur besimtar, në drejtën e zhvillimeve të fundit dhe arrestimit të një personi të dyshuar për spionazh dhe veprimtari armiqësore dhe përhapje të ideologjive ekstreme fetare në Kosovë, në dobi dhe për interesat të Serbisë e ndjejmë për obligim të reagojmë qartë dhe me përgjegjësi. Ky rast, siç është raportuar nga media dhe institucionet e relevante të sigurisë, ka të bëjë me një person që dyshohet se ka bashkëpunuar me shërbimet e sigurisë të Serbisë, me qëllim që ta keqpërdor fenë islame si pretekst për përhapjen e rrymave të dëmshme në mesin e rinisë sonë, për ta infektuar mendjen e tyre duke dëmtuar fenë tonë të pastër islame, imazhin e kombit, po dhe të shtetit tonë të Kosovës. Madje, ai person në emër të fesë për interesat të Serbisë kishte shkuar edhe në Siri, në një luftë që ne, fjala është që ne si Bashkia Islame edhe si prisë të mëtë institucionit, prej fillimit e kemi shëruar se nuk ka të bëj asgjë me fenë islame, por që është shfrytëzuar për agjenda të ndryshme kundër fesë tonë dhe kombit tonë. Prandaj vëllezër besimtar, Islami është feja e paqes, e mëshirës dhe e respektit për rendin dhe drejtësinë. Islami e mbështet shtetin, sigurinë dhe është kundër tradhtisë. Ta tradhtosh një person është prej mëkateve më të mëdha në Islam. E dera më ta tradhtosh kombin, shtetin dhe vetë fenë, duke shfrytzuar atë si pretekst për të shërbyer armikut. Në këtë kontekst, e përshëndesim veprimin e institucioneve tona të sigurisë dhe shprehim kundërshtimin e fortë ndaj çdo forme të përpjekjeve për instrumentalizimin e fesë për qëllime politike, propagandistike apo të spionazhit. Këto veprime janë sulm ndaj shtetit, ndaj shoqërisë dhe sulmi më i madh është edhe ndaj vetë fesë së pastër islame. Të dashur besimtarë, ju bëj thirrje të gjithëve, veçanërisht rinisë sonë, që të keni kujdes të shtuar dhe të mos vini në kurthet e rrymave devijante të cilat synojnë t'ju mashtrojnë në emër të fesë. Mos lejoni që askush ta përdorë emrin e Zotit për qëllime armiqësore dhe të errëta. Prandaj ju ftoj që të merrni mësimet fetare vetëm nga Bashkia Islame e Kosovës dhe nga imamet e saj të autorizuar në xhamit anëkon të Kosovës që janë shtëpi të Zotit dhe që nuk mund të zaventësohen asnjëherë me kthime apo lokale të ndryshme, prapa të cilave nuk dihen se kush shndron. Të mos ndiqni individ apo platforma anonime që pretendojnë të shpërndajnë dije islame, por që në tërë mund të jenë mjete të propagandës e agjendave apo çarqeve të huaja që janë kundër kombit, shtetit dhe fesë sonë. Të jeni të vetëdijshëm se prapa këtyre përpjekjeve mund të fshihen
qarqe që punojnë kundër besimit tonë, kundër shtetit të Kosovës dhe kundër bashkëjetesës sonë fetare e kombëtare. Mos harroni se dashuria për atë dheun është pjesë e besimit, ndërsa mbështetja për shtetin është obligim fetar dhe qytetar. Si besimtarë të devotshëm, kemi qenë dhe duhet të mbetemi pjesë e mbrojtjes së paqes, unitetit dhe identitetit kombëtar. Ne qëndrojmë për krah institucioneve tona në çdo përpjekje për ta mbrojtur vendin tonë nga ndikimet e huaja dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të sigurt dhe të ndriçuar në dritën e dijes së vërtet fetare islame. Le të jemi të bashkuar, të vëmendshëm dhe të qëndrueshëm. Le të mos lejojmë asnjë që ta kesh përdorur fenë dhe ekstremizmin për të na përçarë, për të na manipuluar apo për të na kthyer kundër njëri tjetrit. Kudo që dëgjoni qëndrime radikale dhe ekstremiste, pavarësisht natyrës së tyre, duhet ta dini se prapa atyre mund të fshihen qarqe që nuk ja duan të mirën e Kosovës, fesë tonë, kombit tonë dhe që synojnë përçarjen, cëlimin e bashkëjetesës si vlerë e kombit tonë. Është detyra jona të jemi shqetësim e vigjilent, të harrojmë shtetin tonë, të harrojmë fenë tonë, të mos vijmë prej e provokimeve të ndryshme dhe të raportojmë raste ku kemi dyshime. Zoti na ruaj neve dhe dheun tonë nga çdo e keq.